Një fushat masive sulmesh kibernetike ka vënë në shënjestër qytetarët shqiptar gjatë ditëve të fundit përmes një vale mesazhesh të reme të shpërndara në WhatsApp, SMS apo platforma të tjera sociale. Sulmi, që po përhapet me një shpejtësi alarmante, përdor forma gjithnjë më të sofistikuara mashtrimi për të marrë akses në të dhënat personale të qytetarëve. Sipas burimeve të shumta, mesazhet që marrin qytetarët kamuflohen si sondazhe, ku kërkohet të votojnë për figura të caktuara ose si njoftime të rreme për paketa postare të patërhequra, duke i nxitur të klikojnë mbi një link të dërguar. Këto sulme kanë potencial të madh për të ndikuar jo vetëm në jetën personale të qytetarëve, duke i vënë në rrezik llogaritë bankare apo dokumentet personale dhe të dhënat të ndjeshme. Përballë kësaj situate të paprecedent, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në drejtimin e Mirlinda Karçanajt, nuk ka ofruar deri më tani një reagim apo plan veprimi për të përballuar krizën.